Tashme kemi dy protagonistë, pra Ridvan Dibra dhe Gjulio Dushi. Fillimisht me Ridvan Dibren. Ridi, nuk i ndaheni turneve, jeni shumë aktiv, edhe pse veteran prej vitesh tek headballi. Po, si që theksoj edhe ma parë, si që theksoj edhe Arjani ma parë, janë da detyrime që te i kalojnë edhe Kufit Petrova. Ishit shumë aktiv në fushën e lojës, sidomos e mbrojtjen e pjesën e dytë përballë Vjosës, frenuat një aksion që nëse do të shkonte në rrjet do të ndërlikoj mundësia fitores. Po, njeriu kur kin me lujt, normalisht që e vlerëson si gjitha punë tjera, vlerëson edhe sportin. Mundohena me boj sa kena mundësi të pas parasysh moshën, kondicionin, kështu që një diçka normale, të merr rrjedha lojës. A do të vijojnë bashkëpunimet Shkodër-Kosovë, Shkodër-Ferizaj, sepse këtu është edhe epicentra e handballit kosovar. Jo jeni dëshmitar që prej 26 vitesh bashkëpunimet nuk kanë mungu. Janë rreth 3-4 turnet që bëjmë sa në Shkodër, sa në Ferizaj. Për sa kohë që nuk kanë mungu, dhe me thonë na jena gjithmonë predispozuar për një mbështet turneve tilla. Ridvan Dibra arrimje për fitoren ndaj Vjosës dhe suksese në vazhdimsinë e veprimtarisë aktivitetit me handballit që jeni pjesë e saj. Shumë faleminderit.